Doktoresh, një dilemë tjetër që kanë gratë shtatzana dhe që pyesin shpesh është a mund të notojnë. Pra është i rrezikshëm notimi apo jo? Noti është sporti më i rekomanduar në shtatzani. Edhe kur pacientët ankohen për probleme të artikulacioneve, edhe kur kanë probleme të shpinës, sepse mbi pesha sigurisht jep një lloj deformimi, bën atë skoliozën karakteristike që ndodh në shtatzani dhe pastaj gjërat e normalitet, dhe të qenurit duke bërë not, ato i lë pa peshë dhe ato ndjen shumë të relaksuar. Pra noti bën pjesë tek sportet më të rekomanduara. Biles ne u themi pacienteve edhe në periudhë dimri nëse kanë posibilitetin për të bërë not në piscina të mbyllura, është mjaftueshme e rekomandueshme. Pra është një mit. Është mit. Ne nuk rekomandojmë në shtatzani sporte të cilat kanë riskun për të rrëzuar, kanë riskun për të përplasur, sporte të cilat bëhen në nxehtësi, vrap i theksuar, pra këto janë gjërat që janë grave, që jam e sigurt që asnjë grua shtatzan nuk guxon të vrapoj, të bëj spring në shtatzani, po noti është absolutisht shumë i rekomanduar.